Në një nga takimet e radhës, kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Klevis Kaso u ndal me invalidët e punës. Takimi organizuar nisur nga vëmendja dhe platforma elektorale e kandidatit socialist për mbrojtjen sociale të këtyre personave. Prezantimi i programit elektoral jo vetëm të tij, por të qeverisë drejtuese që lidhet me mbështetjen për këtë kategori. Në fitoren e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, Kaso foli për rikonceptimin dhe rindërtimin e shërbimeve shëndetësore dhe sociale. Kandidati i Partisë Socialiste premtoi se qeveria Rama ka ndjeshmëri për rritjen e minimumit jetik në bazë të shkallës së dëmtimit dhe gjithashtu për asistentet e tyre. Integrimi në shëndetin publik ka qenë një nga pikat në cilat është zgjatur biseda mes të pranishmëve për advokim infrastrukturash, për gjysmim tarifash në linjat urbane dhe interurbane dhe gjithashtu në jetën artistike. Nga zëri deputetit të ardhshëm dhe të sigurt me mbështetjen e tyre në këtë kandidaturë, kërkohet një bashkëpunim i qeverisjes vendore dhe qendrore me platforma punësimi, mbështetje dhe përfaqësimi sindikatash, thot ndër të tjera kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, Klevis Kaso.